është shumë e rëndësishme edhe para disa ditëve në nivelin e DK-s edhe të arsimimit, asnjë shkollë nuk ishte përzgjedhur lëndën zgjedhore edukimin seksual. Edhe u trajtu në aspektin medial pse po hezitojnë. Nuk ishte as profesor, po as të interesuar brenda klasëve të ndryshme ta marrin si lëndë zgjedhore. E kjo, siç e përmendën Atiqa, kjo lën pengeca në emancipimin, edukimin e mirëfillt. Po në njëjtën kohë ishin dashur edhe profesor të jenë të trajnuar edhe profesional ekspert asoj lamije që me mujtë me transmetu të fëmijët rreth shëndetit dhe mirëqenies së tyre në kuptimin e procesit të riprodhimit dhe edukimit seksual. E pastaj edhe hallkat apo mënyra raportimit e atë lirinë dhe mos themi atë oreollën mbështetjen e komunitetit edhe të këshillit të prindve që do e lehtësonin edhe do e zbusin këtë problematik. Pra edhe brenda komunitetit tonë shohim që kemi hezitime për të marrë me këtë problematik.